Shirat intensiv të mes janarit kanë lënë pas pasoja të rënda për 10 familje në zonën veriore të Përmetit. Edhe pse moti keq është larguar, rreziku mbetet. Në pjesën veriore të lagjes është krijuar një masiv i zhvendosur dhe një hendek, disa metra i thellë që sipas banorëve përbën kërcënim serioz. Pamjet tregojnë një spostim të terrenit duke ngritur pikpyetje mbi sigurinë e zonës në të ardhmen. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet pasi friksohen se rreshjet e radhës mund të sjellin pasoja edhe më të rënda. Por rrezik është shumë. Dhe mu të vi këtë janë shtëpi, nuk dihet. Do vija. Se ne mu të bire pishat, nuk dihet. Disë ndodhë nga një rrezikon dhe shtëpit e tjera rrezikojnë. Bëndi shfarla. Më e të kam parë bëndi në shfarla ka u shpisë tonë, andaj. Tjera rrezikon shumë. Nënkryetari i Bashkisë Flori Hasani deklaron se situata kërkon ndërhyrje të menjëhershme për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të rrezikut dhe për të garantuar sigurinë e banorëve. Për këtë arsye është kërkuar edhe mbështetja e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar për të vlerësuar situatën. Pas konstatimeve që është bërë dhe verifikimeve që është bërë në ana e Bashkisë, është kontaktuar, është marrë komunikim me Shërbimin Gjeologjik Shqiptar për të bërë një vlerësim sa më të saktë të situatës. Ditën që ka ndodhur ngjarja janë evakuar 4 familje, të cilat janë sistemuar që të gjitha për ditën që ka ndodhur dhe më pas kanë shkuar tek afërmit e tyre apo në banesa të tjera pasi ka patur familje që jetonin me qira. Për këtë pritet një vlerësim më i saktë nga ana e Shërbimit Gjeologjik, duke qenë se bashkia nuk i ka burimet njerëzore për të bërë një vlerësim sa më të saktë të situatës. Dëmët që shkaktuan shirat e mes janarit janë të pallogaritshme për 10 familje të kësaj lagjeje të Përmetit. Banesat e tyre janë dëmtuar rënd, ndërsa shumë prej tyre janë detyruar të largohen përkohësisht, duke u strehuar në konvikt apo pranë të afërmve. Sipas përllogaritjeve paraprake, humbjet kapin vlerën e 10 milion lekëve.